Mbrëmja në Big Brother VIP Kosova shënoi një moment historik. Për herë të parë u zyrtarizua shkëmbimi i një banoreje, Dolce, me edicionin italian Grande Fratello. Një lëvizje që surprizoi publikun dhe u vlerësua si një hap i madh për formatin në Kosovë. Por ky sukses duket se ka trazuar ujërat në Tiranë. Pak orë pas këtij zhvillimi, moderatori Ledion Liço, i cili vetëm pak muaj më parë kishte paralajmëruar një bashkëpunim të ngjashëm gjatë Big Brother VIP Albania, por që nuk u realizua, publikoi në Instastory një thënie të Steve Jobs. Idetë janë të lehta. Pjesa e vështirë është të zgjohesh çdo ditë dhe t'i kthesh ato në realitet. Postimi u interpretua menjëherë si një mesazh i nënkuptuar për situatën aktuale. Ndërsa Big Brother VIP Albania foli për bashkëpunime ndërkombëtare, ishte Big Brother VIP Kosova ajo që e materializoi konkretisht idenë dhe e çoi në një nivel që deri tani nuk është arritur nga produksioni në Shqipëri. Fansat në rrjete po diskutojnë gjerësisht nëse reagimi i Ledionit ishte rastësi apo një thumbë i qartë ndaj faktit se Kosova e realizoi atë që Tirana nuk e bëri dot.